Kapitulli i 2. Prandaj duhet të tregojmë më shumë kujdes për gjërat që kemi dëgjuar, që të mos dalim nga udha. Nëse fjala që u tha nëpërmjet engjëve u vërtetua dhe çdo shkelje mos bindje ndaj saj mori ndëshkimin e drejtë, si do të shpëtojmë po të lëm pas dore një shpëtim kaq të madh? Këtë shpëtim në fillim e shpalli Zoti dhe më pas na e vërtetuan ata që e dëgjuan. Për të dëshmojë edhe vetë Perëndia me anë mrekullish e shenjash dhe me dhuratat e Shpirtit të Shenjtë të ndara sipas vullnetit të Tij. Perëndia nuk e vuri nën pushtetin e engjëve botën e ardhshme për të cilën po flasim. Diku dëshmohet. Ç'është njeriu që të kujtohesh për të? Ç'është biri i njeriut që të kujdesesh për të? Për pak kohë e bëre më të vogël se engjëjt dhe e kurorëzove me lavdi e me nder. Gjithçka e nënshtrove nën këmbët e Tij. Kur i nënshtroi gjithçka, nuk la asgjë pa i nënshtruar. Por tani ne ende nuk e shohim që gjithçka i është nënshtruar atij. Jezuin, që për pak kohë u bë më i vogël se engjëjt, tani e shohim të kurorëzuar me lavdi e me nder për shkak të vdekjes së Tij. Kështu, me hirin e Perëndis, ai provoi vdekjen për të gjithë njerëzit. Perëndia, për të cilin dhe nëpërmjet të cilit u krijuan të gjitha gjërat, çoi shumë bi drejt lavdis. Ai pra, duhet ta bënte të përsosur kreun e shpëtimit të tyre nëpërmjet vuajtjeve. Meqense ai që shejtëron dhe ata që shejtërohen janë nga i njëjti atë, Jezuit nuk i vjen turp t'i quaj vëllezër kur thot: emrin tënd do t'ju tregoj vëllezërve të mi dhe do t'u thur himne për ty në mes të kishës. Thot edhe: unë do të kem besim tek ai, si dhe ja, unë dhe bit që më dha Perëndia. Meqense bit janë njerëz prej gjaku dhe mishi, atëherë Jezui mori të njëjtën natyrë njerëzore si ata, që nëpërmjet vdekjes të shkatëronte atë që kishte pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin, dhe të çlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin nënshtruar për gjithë jetën slllavërisë. Duket qartë se ai nuk u vjen në ndihmë engjëjve, po pasardhësve të Abrahamit. Prandaj ai duhet u ngjante në çdo gjë vëllezërve që të bëhej i mëshirshëm dhe kryeprift besnik në shërbim të Perëndis dhe kështu të shlyente mëkatet e popullit. Meqense edhe ai vetë vuajti e u tundua, mund të ndihmojë edhe ata që tundohen.